Ne jemi ato që miratojmë ne të BDI-s buxhetet, po nuk mund ta them ndryshe, për shkak se realiteti është kjo. Dhe prej këtyre buxheteve gjithsesi se është financuar dhe financohet Shkupi 2014, ne publikisht e kemi thënë se në Shkupin 2014 do të ketë edhe figura shqiptare që duhet vihen ato buste edhe të personaliteteve shqiptare. Është fakt se deri tash me partnerët e koalicionit nuk kemi arrit atë marrëveshje që të propozim ndryshime në ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe, propozim ndryshimet kuptohet të cilat do të ishin konform amandamentit 5, konform marrëveshjes orit edhe kështu me radhë. Kom qenë pjesë e ndarjes territoriale, e them shumë me përgjithësi, se është vlerë kombëtare, pavarësisht ju që e sulmoni çdo, pavarësisht, a ka mund më mirë, ka mund më mirë edhe më drejt jetë për shqiptar.